Pakistani dhe Kashmiri u tronditën nga sulme të shumta me raketa nga India, në të cilat humbën jetën të paktën 26 persona, përfshirë fëmijë, dhe mbi 40 të tjerë u plagosën. Sulmet me raketat e Indisë shënjestruan infrastrukturën terroriste në 9 vende në provincën e Punjab dhe në Kashmirin administruar nga Pakistani. Shpërthime të shumta u dëgjuan përreth Muzaffarabad, Kashmirit, si dhe në 2 vende të tjera në rajon. Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif e cilësoi si një akt lufte dhe Islamabadi është zotuar të hakmerret. Në kundërpërgjigje të operacionit ushtarak indian të quajtur Sindor, Pakistani rrëzoi 5 avion ushtarak indian dhe kreu sulme brenda territorit të Indisë me një bilanc prej 10 viktimash. Sulmet e kanë vënë rajonin në gatishmëri. Aeroportin e Srinagar, qyteti më i madh i Kashmirit i administruar nga India, është mbyllur dhe disa linja ajrore kanë pezulluar ose devijuar fluturime drejt Pakistanit dhe Indisë veri perëndimore. Përshkallëzimi vjen pasi personat armatosur masakruan më shumë se 28 civil, kryesisht turistë, në Kashmirin e kontrolluar nga India muajin e kaluar dhe India akuzoi Pakistanin për përfshirje, të cilën Islamabadi e mohoi. Që atëherë si India ashtu edhe Pakistani kanë njoftuar një sër masash hakmarrëse kundër njëra tjetrës. Presidenti amerikan Donald Trump ju bashkua thirrjeve të shumta nga komuniteti ndërkombëtar duke u kërkuar palëve të ndalin përshkallëzimin e tensioneve.